Dashi. Gjatë kësaj dite do të preferoni të flisni me të vërteta, duke shprehur mendimet dhe ndjenjat tuaja pa frikë. Në marrëdhëniet me të dashuruarit, do të ndiheni të mahnitur nga mënyra se si ju bashkëbisedoni me partnerin tuaj, duke hapur mundësi për plane afatgjata që formësojnë të ardhmen. Toleranca dhe mirësjellja e tij do t'ju lënë me gojë hapur, duke shtuar ngrohtësinë në marrëdhënie. Nëse jeni beqar, do realizoni shumë takime, megjithse asnjëri prej tyre nuk do të ju duket aq i veçantë për të filluar një lidhje të thellë. Në ambientin profesional, mund të ndjeni momente të tensionit dhe nervozizmit, pasi disa situata nuk do të shkojnë sipas planit. Qetësohuni dhe ruani një mendje të ftohtë, ndërsa menaxhoni buxhetin me maturi për të shmangur çdo problem financiar. Demi. Sot, pesimizmi do t'ju pushtojë dhe ndjenjat negative mund të përshkruhen me një nuancë të thellë trishtimi. Për të dashuruarit, dita mund të sjellë momente të vështira dhe sfida që do t'ju bëjnë të reflektoni 2 herë për hapet që duhet të ndërmerrni. Nëse jeni beqar, është më mirë të prisni disa ditë para se të hidhni hapa të rëndësishëm, pasi mundësitë sentimentale nuk do të jenë të favorshme. Ambienti profesional do të mbetet në një ritëm rutinar, duke ju bërë të ndiheni të pasigurt se cila rrugë duhet të ndiqni. Është e domosdoshme të reflektoni thellë dhe të mendoni mirë para se të vendosni. Në aspektin financiar, mbështetja e të afërmëve dhe miqve do t'ju ndihmojë të menaxhoni buxhetin, duke ju mbrojtur nga çdo sfidë të papritur. Binjakët. Sot mund të ndiheni të ngrysur dhe i mbyllur në vetvete, duke mos dëshiruar të ndani ndjenja me të dashuruar. Mungesa e komunikimit do të ndikojë në marrëdhënien me partnerin, duke lënë paqëndrueshmëri në ndjesitë që ndjeni. Nëse jeni beqar, një takim i papritur mund të shndërrohet në një moment kyç që t'ju ndryshojë rrjedhën e jetës sentimentale. Në ambientin e punës, është e rëndësishme të kujdeseni për lajmet negative dhe komentet që mund të ju prishin planet. Të jeni të matur dhe të prisni momentin e duhur para se të shprehni mendimet do të jetë çelësi, sidomos kur bëhet fjalë për menaxhimin e buxhetit, ku çdo gabim mund të ketë pasojë serioze. Daforia. Sot do të mbështeteni kryesisht te Venusi për të sjellë një atmosferë joshse dhe të dashur, megjithse disa sfida do të bëjnë që dita të mos shkojë pa vështirësi. Për të dashuruarit mund të përjetoni çaste tensioni që do t'ju bëjnë të ndiheni të pasigurt në marrëdhënie. Për beqarët, ndoshta do të ndërmerrni veprime ekstreme për të ndryshuar statusin tuaj, por kjo mund të mos sjellë ndjesinë e qetësisë që dëshironi. Në punë, ndikimi i Mërkurit do t'ju ndihmojë të negocioni kontrata të reja, ndërsa është thelbësore të menaxhoni buxhetin me kujdes, pasi sfidat financiare nuk do të stabilizohen lehtë. Luani. Sot do të përjetoni një ditë të mbushur me aksion dhe emocion, ku çdo moment është një mundësi për të shprehur ndjenjat me pasion të thellë. Nëse jeni në një lidhje, shfrytëzoni çdo rast për t'ju treguar partnerit sa shumë e vlerësoni marrëdhënien tuaj dhe për të forcuar lidhjen me biseda të sinqerta dhe plane të përbashkëta. Për beqarët, përpjekjet për të realizuar takimin ideal mund të duken si një sfidë, duke sjellë një ndjenjë të përkohshme shkënimi. Në ambientin e punës, çdo përpjekje dhe dirëse investuar do të fillojë të japë frutet e saj, ndërsa marrëdhëniet me kolegët dhe menaxherët do të përmirësohen gradualisht. Gjithashtu, menaxhimi i buxhetit kërkon vëmendje të veçantë, pasi çdo shpenzim duhet planifikuar me kujdes për të ruajtur stabilitetin financiar. Virgjëresha. Jupiteri do të ndikojë fuqishëm sot, duke ju frymëzuar të jeni shprehës dhe diplomat në çdo situatë. Për të dashuruarit, dita do të ketë mirëndjesi romantike, ku çdo bisedë me partnerin do të ndihmojë në përforcimin e marrëdhënies. Edhe pse beqarët do të jenë të zënë me detyra dhe angazhime, kjo mund të mos ndikojë në dëshirën për të kërkuar dashuri, por do të nxjisë një reflektim të thellë për çështjet sentimentale. Në ambientin profesional, është e rëndësishme të ruani kontrollin e situatës, pasi do të përballoni sfida që kërkojnë vendime të shpejta dhe të sakta. Në planin financiar, gjendja do të mbetet e qëndrueshme, përderisa ju vazhdoni të tregoheni vigjilent dhe të kujdesshëm me çdo shpenzim. Peshorja. Marsi do të ju ndihmojë sot të merrni vendime të guximshme, duke sjellë një ndjenjë të thellë durimi dhe vendosmëri. Për të dashuruarit, do të jeni të gatshëm të bëni sakrifica ekstreme për të sjellë një harmoni të re në marrëdhëniet tuaja, duke u përpjekur që çdo gjë të kthehet në ngjyra pozitive. Nëse jeni beqar, do të takohet personi që do të ndryshojë mënyrën se si e perceptoni dashurinë, duke sjellë një revolucion me jetën tuaj. Sentimentale. Në ambientin profesional, do të ndiqni me besim rrugën e zgjedhur, duke anashkaluar këshillat që nuk përputhen me vizionin tuaj.
Analiza e situatës me shumë detaje do t'ju ndihmojë të merrni vendime të forta, ndërsa në aspektin financiar, surprizat e mrekullueshme do të mbushin zemrën tuaj me gëzim dhe do të forcojnë stabilitetin e buxhetit. Akrepi. Gjatë kësaj dite, ndikimi i planetëve do të krijojë një atmosferë të ndërlikuar, ku asgjë nuk do të shkojë ashtu siç keni planifikuar. Diskutimet për çështjet e së shkuarës do të ngjallin debate të fuqishme, duke sjellë tensione në ambientin familjar dhe profesional. Për të dashuruarit, do të jetë e vështirë të krijoni një ambient të joshur, ndërsa për beqarët përpjekjet për të tërhequr vëmendjen e dikujt do të jenë më sfiduese se zakonisht. Megjithatë, mbështetja e miqve dhe të afërmëve do të ndihmojë në tejkalimin e çdo pengese. Në punë, vendime të shpejta pa reflektim të mjaftueshëm mund të çojnë në pasoja të padëshiruara, ndaj tregohuni sa më realist. Në aspektin financiar, çdo hap duhet të merret me dy fish maturi për të shmangur probleme të mëtejshme. Shigjëtari. Sot, influenca e Venusit do t'ju mbulojë ditën me një energji të thellë, pasioni dhe mbrojtësie. Në marrëdhëniet me të dashuruarit, do të përpiqeni të krijoni një atmosferë ideale, ku çdo detaj është i menduar me kujdes, duke bërë që partneri juaj të ndihet i veçantë dhe i kuptuar. Për beqarët, disa takime vendimtare do të ndodhen, të cilat mund të hapin dyrë të reja në jetën tuaj, duke sjellë mundësi që nuk keni parashikuar. Në ambientin profesional, bashkëpunimi me kolegët do të forcohet dhe çdo sfidë do të zgjidhet me mirëkuptim dhe përkushtim. Menaxhimi i financave kërkon durim, pasi rezultati i stabilizimit nuk do të vijë menjëherë, por me kohë do të shfaqen përmirësime të dukshme. Britsjapi. Jo çdo gjë është ashtu si duket në shikim të parë, dhe sot kjo do ta dëshmoni në mënyrë të qartë. Në marrëdhëniet me të dashuruarit, dita mund të duket rutinë, por do të keni momente të papritura që do t'ju bëjnë të reflektoni thellë mbi situatën. Nëse jeni beqar, fati mirë do t'ju shoqërojë dhe do të realizoni një takim brezlënës që do të ndryshojë perceptimin tuaj për dashurinë. Në ambientin e punës do të tregoni vullnet dhe motivim të pakrahasueshëm, duke tejkaluar çdo pengesë që do të përpiqet t'ju ndalojë. Në aspektin financiar, duhet të jeni shumë të kujdesshëm, sepse çdo gabim i vogël mund të ketë pasoja të mëdha dhe të ndikojë negativisht në ekuilibrin e buxhetit tuaj. Ujori. Edhe pse dita mund të fillojë me ndjenja frike dhe pasiguri, nuk ka asgjë për të frikësuar, sepse emocionet e forta do të hyjnë në jetë dhe do t'ju ngrojnë zemrën. Në marrëdhëniet me të dashuruarit, partneri juaj do të jetë tepër i përkujdesur, duke ju bërë të ndjeni të çmuar dhe të veçantë, sikur çdo moment të jetë një ëndër e bukur. Nëse jeni beqar, do të merrni vendime të maturuara, duke menduar 2 herë para se të hidhni hapin e parë, kështu që çdo ftesë do të analizohet me kujdes. Në ambientin e punës do të përparoni me shpejtësi, duke lënë të habit të gjithë meritjet tuaja. Në planin financiar, Jupiteri do të sjellë begati dhe do t'ju ndihmojë të menaxhoni çdo shpenzim me një plan të qartë dhe të menduar mirë. Peshi. Gjatë kësaj dite do të keni ide shumë të sakta dhe të thella për të realizuar ëndrat tuaja. Vendosmëria do t'ju udhëheqë në çdo hap dhe do t'ju ndihmojë të arrini qëllimet me efikasitet të jashtëzakonshëm. Në marrëdhëniet me të dashuruarit, të mbizotërojë një ndjenjë qëndrueshmërie, duke lënë pas problemet të së shkuarës dhe duke u përqendruar vetëm te ndërtimi i një të ardhme të bukur. Nëse jeni beqar, një person i veçantë do të shfaqet dhe do të bëjë përpjekjet tuaja për dashuri të pamunduara, duke ju frymëzuar të besoni në mundësi të reja. Në ambientin e punës, dinamizmi dhe energjia juaj do t'ju ndihmojnë të arrini objektiva të rëndësishme, ndërsa në planin financiar, me planifikim të kujdesshëm, çdo shpenzim do të ekuilibrohet, duke ju dhënë një ndjenjë të qetësisë dhe kontrollit të plotë.